Pyetësi thot, çka preferohet më shumë në ditën e xuma? Në ditën e xuma apo natën e xuma preferohet që besimtari të dërgon sa më shumë salavat ndaj Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, duke thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Po ashtu preferohet që në ditën e xuma të pastrohet, të lahet, të parfumoset e pastaj të shkon sa më herët në xhami, e pasi që të hynë në xhami preferohet që t'i fal 2 rekat namaz, e pastaj ta dëgjon me vëmendje hutben duke mos bërë lëvizje të panevojshme dhe duke mos folur gjatë hutbes, ndërsa nga sa ai i cili flet gjatë hutbes, pra kur është imami duke ligjëruar, ai e humb vlerën e namazit të xumas. Pastaj po ashtu preferohet përveç salavatit, preferohet që të lexon surën Kahf. E po ashtu preferohet që të bën dua sa më shumë gjatë ditës së xuma, nga se në ditën e xuma është një çast ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e godit besimtari atë çast, nuk e çellon besimtari atë çast, ai është duke u falur dhe duke u lutur, vetëm se Allahu azza wa jall do t'ja pranon lutjen atij. Kur është ai çast, dietarët kanë ndryshuar mendime. Disa shumica e dietarëve pra anojnë se ajo është mbas namazit të iqindis e deri në përfundimin e diellit, andaj i gjenë se shumica e selefëve prej përfundimit të namazit të iqindis e deri në perëndimin e diellit i luteshin Allahut azza wa jall. Ndërsa Imam Buhariu ka mendimin se ai çast kërkohet dhe duhet që njeriu t'i lutet Allahut azza wa jall gjatë gjithë ditës së xuma. Allahu e din më mirë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.